Mirë se erdhët në emisionin më të ri të gatimit me mua Denis Taullajnë dhe Dalina Buzi. Se si të përpdojove Denisi në një vend duhet gatuar, domethënë kjo ishte për te ëndrave të mia, nuk është se kam një ëndër për ty Denis. Pa ne do përfundojmë sezon tjetër. Sezon tjetër. Pa ne do të përfundojmë në asnjë vend. Po si ç'net e Elektromeçit apo? Des për Elektromeçit që kam qenë gjithkohë në studio dhe tani erdha ti shikoj. Kurse unë jam duke bërë shtëpinë edhe kam 2 mile deri tani nga Elektromeçi, kam lavatriçën dhe tharsin që janë super, sepse ato janë kam nevojë të them. Do marrësh si kjo? Kjo është me Tianma. Shikoni tash. Më pas se kam bërë gjithë shenja, sepse unë po bëj një testim, shiko. Këtë pianurën quhet, më thanë italisht, sipërfaqe, këtë sipërfaqen e sopës. Mund ta prekësh kudo dhe nuk, okay, kjo mund të djeg pak, por kjo nuk është stalizë sopës. Funksionon temperatura. Po, çfarë sjella? Ke vendosur sot që të play around, si thon anglisht, të luajmë të Elektromeçit, çfarë do bëjmë dhe unë nga që nuk jam në një gatuese shumë e mirë dhe Denisi fa gatuan shumë mirë, por nga ana tjetër unë kam gatuar për kalamajt e mi, vendosëm një rrugë të mesme. Tani sot jam unë kalamari. Pa. Do bëjmë gjëra shumë të thjeshta që mua nuk më lodhin dhe nuk janë shumë e masa, hit kaq sa aty filloi edhe fike. Po ne ndam 2 receta. Njëra do të jetë mëngjesi siç e bëj. Edhe tjetra mëngjesi po është ëmbëlsirë. Aty është mëngjesi Denisi që nuk ban dietë. Çfarë është mëngjesi? Ai është mëngjesi i ëmbël? Ai është i Denisit, po. Pas birrës time të mëngjesit. Edhe kalamajve të mi, ha? Ai është pas birrës time të mëngjesit, unë gjithmonë ha një French toast. Pa. Tani, që të vdes 35 e kam darë. Se unë do bëj tost me avokado. Që jam e thjesht në botë, por u kam mënyrën time, secili ka mënyrën e vet. Do bëjmë vezët poshel. Në fakt vezët. Unë usullin ja kam hedhur kësaj. Kjo nuk duhet të jetë duke u zjerë, po duhet të jetë kështu simmering, me sa di unë. Pa bëjroja. Bëjroj. Bëjroj kështu. Kështu se bëjrojnë. Bëjroja. Po tallë. Spital, do bëjroj. Për shkolla do të bëj herë ju për një vogël. Për se i la jemën të i mbaj fëmijët në një herë. Si është mirë, se mos mbyten. A mund të vini një burë të montazit të ndërët. Shakaja e fundit. E që të dhe, kemi film? Ndërkohë që Denisi vazhdon në ruan gjëra që janë dhe kënë ura fantastike që ruhet vetë, se nuk ka nevojë për Denisi. Për nga Elektromeçikun. Unë do bëj avokado, pra do bëj salsën e avokados. Atëherë unë do vazhdoj si robot, si AI, të them që tash do hedh këto prapë në KitchenAid dhe që të bëhet salsa. Po nuk më pëlqen salsa shumë e hollë, me thënë drejtën. Unë e kam qejf të trash. Unë e kam qejf si me gropa. Për avokado më flasim akoma. Tani unë do të tregoj një moment shumë të sikletshëm nga jeta ime. Kur isha në Tregoj Denis, jam shumë e vogël. Atë histori që kam thënë që më preku Dazaj. Atë që më preku Dazaj. Kam ardhur pikërisht për të historia. Kujto, vrica. Edhe basta ulat edhe ai më tha që pastaj zori një bombone. Çfarë ishte tash? Emocionuese. Nëse unë do ta bëja kështu salsa se më pëlqen. Po le pak çankis, edhe unë ashtu e kam qejf. Edhe unë kam qejf çanki. Nuk e di apo flasim prapa akoma për avokado. Nuk e di pasi shumë qejf gjëra çankive të mëdha, po kjo është tjetër gjë. Që po thua ti sos po. Logikisht që nuk duket si gruaja ime. Dhe mi si e më një me këto gjëra. Më lërë mos, unë me duart jam kam të rritën me dorë, kështu që. Po shka që hishme sa duket, por hahet. Sepse unë gatuaj në shtëpi dhe nuk më shef njeri. Gatuaj, a bëj goca dhe bukur, ja shtrojë shumë kur ishin të vogla vjet te balkoni jashtë dhe kam një pamje shumë bukur. Dhe çdo gjë është shumë e bukur sepse është dashuria e nënës në mes, është kujdesi i nënës. Dhe kështu që mos e shihni të shëmtuar këtë, por shihni që këtu brenda ka dashuri dhe kujdes nëne. Ka shumë emocione. Edhe unë ndi. T'ja hedhi pak vezët e dashur? Po. Harrove fare për vezët, ë? Që mos e gjykoni një nën. Si mama. Ma një nën single sidomos. Luhet ajo kënga tani aty vagabondit me atë. Shiko çka kam bërë më. Ose më ja shiko ti të hedhje më mirë këtë. Sot downstairs jam, shiko. Ose e thash, të parlemroj që fillim, të thash, bëj ti, preki ti gjërat, sepse unë jam clumsy. Unë rrëzoj çdo gjë, unë rrëzoj kot. Unë ecë të rrëzohen njerëz. Jo nga bukuria ime, po thjesht rrëzohen sepse unë rrëzoj gjithçka. Sa modeste. Hey, ky ishte tosti me avokado. Aha, tani? Kam një pyetje. Sa minuta duhet të riposh ajo që të hahet?
Si thonë, që të marrë, shiko, është rregulli 3 sekonda, po ne mund ta bëjmë me 30 minuta. Atëherë, nëse keni 2 fëmijë dhe një nuk e ka vezën, kjo të thot shumë si mesazh nëne. Por edhe ju keni marrë çfarë vendimin tuaj, këtë doni nga fëmijët. Kështu që një nuk të duhet. fëmia që do ketë vezën sipër, fëmia që vërtet do ta çoj emrin e familjes tuaj përpara. Është fëmia që do bëj hire në jetë, siç i themi ne. Hire. Kështu që fëmia e dytë nuk keni pse të investoni shumë. Do ta bëjmë veten vet. Ty s'do të futen fare në Le të dalin. gjë do bëni ato që ti nuk do. E po s'kam mbaruar kjo eksperiencë. Po dhe po, të shesh smetë Denisit, unë do rri, do ha djathtë, do shoh, apo sa të bëni të këtu. Një toast francez, French toast. Është si buka ton me vezë, Po, ka si kanellë brenda. Po. Buk me tangëllik. Ka si kanellë do t'i dhëm shurum. Buk shumë. Kjo spajtori është shumë i bukur, shumë goxha, i mirë për atë që ka nishull. Por, unë mendoja, më fal, do të japsh një mendim të ti. Në qoftë se unë marr aspiratorin, po varet disa vazhdor fantastik, shumë bukur dizajn, kështu, nuk e di ose dhe një gjë vintage, krevepër që kur vin njerëzit thonë, "Wow, ç'ndën?" Po mund të bëj këtë, shikoni pak këto. Është ty dyshin për shembull. Shikoj vepra. Aspirator. A po shikoni mua çfarë po bëj tani? Nëse dini fare çfarë po bëj tani. Nuk ata se thon. Do edhe me çik gjal. Një çik. Po sa edhe më shumë të çik. Unë jam mirëshi për tash këtë gjë. Ti je njëshi për çdo gjë më shumë shëndet. gjë, po po. Po s'ka gjë se nuk ditës thuaj lam të mirë sot. Ftojmë dhe pak vanilje. Ishte edhe pak familje, vanilje. Ishte me pak familje. Edhe pak vjerë. Çfarë ingredienti do ishte vjerra? Mendoj që është Po jo, vjerrat në si përgjithësi. panakota, vjera ime. Vdes Ka ka qenë ish panakota. vjera ime, ka qenë shumë e mirë. Si, po, mama, kjo është e mirë, është e butë. Ka një zëtulle, pas është panakota që është kështu. Okay. Unë jam ajo që pastrojmë pas teje, ja, shiko. Pra, pozicioni im tani është nëna dhe këtë e bëj shumë më mirë se sa bëj pozicionin e gatimit. Tani jam tu e rah. Keni pi. Nuk kam bës. Oh, kam pyetje për ty. Atëherë, se gatuan ja. Po atëherë. Gatuan bashkë me gruan, gatuan ti për gruan. Apo gatuan vetë dhe ha vetë. Gatuan ajo më shpesh. Sa është gatimi që ka pëlqyer më shumë? Që ka qenë më sfiduesi për ty? Gatimi ëndra dhe për të punuar tek andale. Është një shtiu. Denis, Po e dashur. kush është gatimi që ju ka lënë më shumë bresa, një gatim që ju lidh me këtë vend, me fëmijërinë tuaj, me ju jep emocion. Paçe e plancit. Paçe plot, Paçe e plancit. sa origjinale. Paçe kormine. Fantastike. Po në po gradecësh, ti ke ngrënë ndonjëherë pati duke si dikush që s'ka ngrënë kurrë një paçe. Paçe. S'ka ngrënë kurrë një paçe? Sepse ndashin njerëzit dikur në kohën time, ato Jeni dhe tasi bapit dhe paçes. Po, domethënë, Apo ma shoqërinë, ato që shkonin hanin paçe te pazari i ri, Mos i besoni ose ata që hanin te një vend këtu që haj një ro me Çish ky? që u hap. Mund të hapë. Tani një sekondë, tham diçka neve se si bëhet. I thash, unë raha në një tas, vezët i nxora 2 vezë, me pak vanilje, me pak kanell, me pak qumësh, nuk i kam hedhur sheqer që ta provoj zë nga buzi këtë mos. Ta nuk ha sheqer fare. Nësa i mirë, javësh do t'i ve pak boronic, pak më dhe shtrydhe edhe. Është ka se të bëjmë ajo goca që është gjithmonë vdes të bëjmë mirë, s'kam pas kur shansin jetë të jem ajo goca. Se mos ke pa. Është gatuaj ti si një mashkull macho që je, dhe unë do jem ajo vajza që shoqëron. Ato tek kështu Italia 1 që janë. E kam pasur që. Sigur po kam pak vap. Ha, voici. Tash ti fole dhe unë do rri kështu. Desa bëj këtë, se kam bërë kur. Do themi gjë që e dhjeva, ti kishe shumë të drejtë, ka shumë gjallë. Ka shumë gjallë. Aha, ka shumë gjallë. Domethënë kjo mund të t'i bllokojë arteriet në paktën 3 sekonda. Arterie në 3 sekonda. Madje unë them ti hedh këto dhe të bëj 2 të tjera. Edhe ta heqi çik. Do t'i hedh. Anda arteriet. Ndroj vezën se kena Oh, vetëm me muhabet në hedhjes. tani po e kthej. Le të shohim si dështojmë të dy, avash deri në fund. Jo, po ti nuk dështova aq keq, unë po dështoj rënd fare, do të ishim duke bërë paçe të paktën. Nuk po, skuqet siç duhet. Jo, do porositi bukurec në fund. Ha. Nëse juve e keni kolesterolin në nivel normal, ne ju ftojmë të hani French toastin e Denisit. Atëherë do ndjeni vërtet se çfarë efekti ka.
Niveli i lartë i kolesterolit dhe jetën tuaj. Është French toast, po dhe arapash në të jetën kohë. A më sen sa kjo? Se sa kjo? Jo, shikoj, e di kur ka. Zemra po do të kishte jetur më shumë ves, ti ke jetur shumë pak ves. Po kurseja si nga Erseka, korbi unë. Mos gatuani me njerëz nga Erseka. Do një duhet shkruaj? Po. Këtu do Po të. Denis më fal se si mund të ha njeriu këtë. Më fal një sekond. Shiko. Se mund të hash të kështu. Të E. bien do topat njerë, ja. Në fakt. Dhe ti realisht ha një buk me gjallë. Unë erdha në fakt vetëm për të blerë, për të gatuar, shoh, unë do marr këtë gjën nga Electromagic edhe për të ngrënë atë do të t'japë një gjë aty Çfarë përballë. kemë që fakt doli i qartë, sepse unë realisht do ta marr edhe atë sobën. Ai soba është një sobë e frikshme, fare bën gjithçka thash për dembelët. Që soba më e frikshme që kisha parë, po bën çdo gjë. Rëndësisht. Madje edhe të tremte në një aq e frikshme ishte. Bën të kot. Domethënë jo është çfarë sobë ishte sobë që kur vjen më thonë, "S'ke gatuar ti thot gatua ju, ulu aty." Ishte fantastike, ashtu lloj sobë. Gjithë burra që nuk doni të rrini gratë dhe ju gra që nuk doni. Pa mos e prish me gjin e Çfarë do të ham tani? E të jo më fal. Kjo është the French toast i më i keq që kam parë ndonjëherë. It's not even French toast. Kjo është më shumë kamza ato. Kjo është si kërkesat tona në protestë. Like what the hell? Kjo s'ka identitet, se për shumë mund të ishte një vezë anash, për shumë ja të ku dalloj pak. Zemra të këta mund të kishte edhe një çik banane, ata kishin bërë më bukur, as bananet, të hëngërt, as rreshtë dhe një madhe mua. Po si mund t'i japësh njeriu kështu këtë? E mbyllim se jam e nerva, ik tash. Mbyllim. Shumë është tash. Jo, nuk e meriton fare. Ikim. Fuck.